Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkrimin e datës 25, data 25 tetor të 2025. Është një ditë e rëndësishme, do ta thosha unë, për çështje nga më të ndryshmet dhe një ndikim shumë i madh, që ka të bëjnë pikërisht kjo datë duke se trekënd që Mërkuri që formohet nga Akrepi me Saturnin tek Peshqit, që na ndihmon të jemi të organizuar, të zgjidhim punët tona me lehtësi. Ndërkohë që na ndihmon në të njëjtin nivel profesional, marrëveshje, bashkëpunime. Favorizohen shumë shenjat e ujit dhe pse jo dhe të shenjat së zjarrit. Shenjat e ujit, kjo është gaforja, janë akrepët, janë peshqit. Kurse shenjat e zjarrit janë dashi, është luani dhe shigjetarët. Gjithashtu ka dhe ndikime shenjat e tjera që kanë përballë. Ka diçka shumë të madhe sepse lidhet me çështjet aktuale, lidhet me punën dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Prandaj, kjo ditë është mjaft e mirë për të marrë vendime të rëndësishme, sepse nëse do flasim si ditë e shtunë, se ditë e shtunë gjithmonë ka blerjet, ka ndryshimet, ka vendimet, ka mundësi të arta, është koha më e mirë dhe më perfektja në zgjidhje të këtyre çështjeve. Por para se të fillojmë parashkrimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju uroj dhe një për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni, në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashkrimit